Në këtë edicion do të ndiqni. Nuk ka kaluar në kuvend rezoluta për faljen e xhobave të bizneseve të prekura nga situata me COVID-19. Pro kësaj rezolute kanë qenë vetëm 22 vota për, 43 kundër dhe asnjë abstenim. Në të gjitha rajonet e Gjakovës pritet që gjatë kësaj fundjavë të përfundojnë mbjelljet pranverore, që këto kultura bujqësore të kenë rendiment sa më të mirë, ajo çka kërkohet nga bujqit është të tregojnë kujdes të shtuar. Ditë më parë, qeveria e Kosovës mori vendim për lehtësimin e masave mbrojtëse ndaj COVID-19. E ky vendim ka ndikuar edhe në lehtësimin e punës dhe zhvillimit të provimeve të këtij afati në Universitetin e Gjakovës. Mirëmbrëma, po fillojmë edicionin e lajmeve qendrore këtu në televizionin Syri. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka pritur në takim ministrin e punëve të jashtme të Greqisë Nikos Dendias. Diplomati grek po qëndron në vizitë zyrtare në Kosovë, ku është takuar edhe me krerët tjerë institucional. Ministri i punëve të jashtme të Greqisë Nikos Dendias po qëndron në një vizitë zyrtare në Kosovë, ku është takuar me krerët institucional. Diplomati grek ka kërkuar nga palët të përfshira në dialogun Kosovë-Serbi që të intensifikojnë përpjekjet për arritjen e një marrëveshje të qëndrueshme. Pas takimit që pati me ministren e jashtme të Kosovës Donika Gërvalla, Dendias tha se një marrëveshje mes Prishtinës dhe Beogradit do të krijonte stabilitet në Ballkan. Ne përkrajmë plotësisht nisjen e dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit, po i shfrytëzoj prezencën time sot për të kërkuar të gjitha palëve që të intensifikojnë përpjekjet për një marrëveshje të qëndrueshme ligjore, një marrëveshje e cila do të stabilizonte të rajonin dhe do ta sillte atë më afër familjes evropiane. Në anën tjetër, ministrja e jashtme e Kosovës Donika Gërvalla tha se njohja dhe respektimi i pavarësisë së Kosovës nga të gjithë anëtarët e BE-s është domosdoshmëri për stabilitet të qëndrueshëm në Ballkan. Njohjen dhe respektimin e pavarësisë së vendit tonë nga të gjithë anëtarët e Bashkimit Evropian, përfshirë Greqinë, e konsiderojmë si një kontribut thelbësor për stabilitetin e qëndrueshëm në Ballkan. Në konferencën e sotme për media, diplomati grek Dendias ripërsëriti edhe përkrajen që ky shtet po jep përpjekjeve të Kosovës për liberalizim të vizave. We believe Western Balkans belongs to Europe. Ne besojmë se Ballkani Perëndimor i takon Evropës dhe duhet të përbëjë pjesë integrale të Bashkimit Evropian. Në këtë stad ne kemi qenë gjithmonë në përkraje të liberalizimit të vizave për kosovarët, sepse keni përmbushur standardet e kërkuara në fusha të ndryshme. E kemi shprehur këtë qëndrim në Këshillin e Ministrave dhe do të vazhdojmë t'ju përkrahim. Për liberalizimin e vizave fuli edhe Gërvalla, e cila shprehur mirënjohjen e saj për rolin e Greqisë në këtë proces. Bashkëpunimin ekonomik mes Kosovës dhe Greqisë e shohim si një prej shtyllave kryesore të bashkëpunimit të ndërsjellët mes dy vendeve tona. Krejt në fund të konferencës së sotme, diplomati grek Dendias theksoi se Greqia do të vazhdojë të mbështesë misionin paqëruesës të NATO-s në Kosovë. Dendias përveç Gërvallës ka zhvilluar takime edhe me lider të tjerë institucional në Kosovë, nisur nga presidentja Vjosa Osmani, kryeministri Albin Kurti dhe kryeparlamentari Glauk Konjufca. Nuk ka kaluar në kuvend rezoluta propozuar nga shefi i grupit parlamentar të AAK-s Besnik Tahiri për faljen e xhobave të bizneseve të prekura nga situata me COVID-19. Pro kësaj rezolute kanë qenë vetëm 22 vota për, 43 kundër dhe asnjë abstenim. Nuk ka kaluar në kuvend rezoluta propozuar nga shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Besnik Tahiri për faljen e xhobave bizneseve të prekura nga situata me COVID-19. Pro kësaj rezolute kanë qenë vetëm 22 vota për, 43 kundër dhe asnjë abstenim. Të suspendohen të gjitha xhobat derisa Kuvendi i Republikës së Kosovës të trajtojë në mënyrë të detajuar dhe të nxjerrë një ligj i cili trajton të gjitha kategoritë që janë subjekti xhobave nga fillimi e deri në mbyllje të pandemisë. Tahiri tutje tha se ministri i Financave Hekuran Murati u mundua ta shpërqendrojë debatin. Ministri më thonë formën ma të papërgjeshme
u mundua ta shpërqendroj një debat që është shumë i thjesht, një kërkesë shumë e drejtë për drejtë, e cila lidhet me faljen e gjobat. Ndërsa propozim vendimet për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit për formimin e komisioneve parlamentare është shtyr për një mbledhje tjetër pasi nuk pati quorum. Në të gjitha rajonet e Gjakovës pritet që gjatë kësaj fundjavë të përfundojnë mbjelljet pranverore në shumicën ndërmuese të sipërfaqeve. Që këto kultura bujqësore të kenë rendiment sa më të mirë, atëherë ajo që ka kërkohet nga bujqit është të kryen të gjitha procedurat e nevojshme. Po bënë mbjelljen e misrit në parcelën e fundit. Agron Beqaj nga fshati Racaj është njëri nga bujqit e komunës së Gjakovës, i cili është në përfundim të mbjelljes së kulturave bujqësore. Agroni tha se në 32 hektar tokë ka mbjellur misër, ndërsa në 60 hektar tokë ka mbjellur grur. Gruri munda me thonë deri dikon nuk mundet me qenë si jetë mirë për shkak se ka pas lagështina shumë të mëdha. Misri mirë është, që ato që ka mbjell përpara 2 javë shumë mirë është. Tash e presim edhe këtë parcelën e fundit. Kjo parcelë është një 8 hektar prafërsisht. Këtu ka qenë vjet një pjesë e malit një 1 hektar, e kom punu krejt. Këto kultura i përdor si ushqim për kafshë dhe një pjesë tjetër edhe për treg. Gruin 80% e shes, misrin 70% për nevojitet mu që kom 42 lopë gjithsejt me të natë vogla. Një pjesë bëhet silazh për lopë, një pjesë dreth. Agroni tha se përkraja me subvencione dhe grante në vitet e fundit ka qenë një ndihmëse madhe, por atij nevojiten edhe disa pajisje të punës, të cilat janë të domosdoshme për veprimtarinë e tij. Si vjet kom apliku për një grant, diku vlerë një 60.000 euro. Për subvencione halas nuk kena përgjigje si vjet. Vitin e kaluar ne kem pas shumë mirë, kem pas dyfishimin e tyne. Dash zoti që edhe si vjet le të kem ashtu. Një maqinë po ajo po kushton shumë lart, ato kom aplikuar edhe për grant, një maqinë për me çru, domethënë misrin. Ajo kushton diku 42.000 euro. Edhe këtu i kam edhe për rotoballat i kam mungesë. Vlen të theksohet se në të gjitha rajonet të Gjakovës pritet që gjatë kësaj fundjave të përfundojnë mbjelljet në shumicën ndërmuese të sipërfaqeve, që këto kultura bujqësore të kultivohen në gjendje sa më të mirë dhe të japin frutet e tyre, atëherë ajo që ka kërkohet nga fermerët është që t'i kushtojnë kujdes dhe të kryejnë të gjitha procedurat e nevojshme bujqësore. Ditë më parë, qeveria Kosovës mori vendim për lehtësimin e masave mbrojtëse ndaj COVID-19. E ky vendim ka ndikuar edhe në lehtësimin e punës dhe zhvillimit të provimeve të këtij afati nëpër universitetet e Kosovës, ndërta dhe në ato të Gjakovës. Qeveria e Kosovës ditë më parë mori vendim për lehtësimin e disa masave mbrojtëse ndaj COVID-19. E këto lehtësime po vren edhe në mënyrën se si do të organizohen provimet e këtij afati nëpër universitetet e Kosovës. Provimet do të jenë fizikisht në objektet të universitetit duke respektuar masat anti-Covid. Neve kemi marrë masat konkrete tash pasi se kena mbyllur procesin pësimor në të dezinfektimit dhe të krijimit të hapësirave të nevojshme për student varësisht për masisë e sallave dhe respektimit strikt të masave të parandalimit të Covidit. Provimet do të organizohen në atë mënyrë që do të ketë numër të reduktuar studentësh në përklasa dhe duke i respektuar masat anti-Covid. Në secilën sallë, varësisht për kapaciteteve, kena vendosur numrin e studentëve sa mund të jenë ato klasa. Besoj që do të ndahen në grupe, 2-3 grupe për ne provim duke respektuar masat strikt anti-Covid. Theksojmë se provimet do të mbahen nga 10 qershori deri me 10 korrik. Nxënës të 4 shkollave të Gjakovës kanë shfaqur talentin e tyre në art duke trajtuar temën arti në pandemi. E gjithë kjo u realizua në kuadër të projektit Komuniteti të mësuarit së bashku. Në kuadër të aktiviteteve që organizohen nga projekti Komuniteti të mësuarit së bashku, nxënës të 4 shkollave pjesëmarrëse organizuan një takim jashtëkurrikular të përbashkët në fushën e artit figurativ. Kjo ngjarje u realizua në ambientit e shkollës fillore të mesme të Ulët, Zef Lushmarku në Brekoc, e mundësuar nga shoqata gjermane GIZ. Kuadër të projektit të GIZ-it për shkollat kampione, ku nga Gjakova jemi 4 shkolla, do thotë
ne kemi formuar edhe komunitetin e të mësuarit së bashku. Kuadri të komunitetit të mësuarit së bashku është e paraparë që çdo muaj nga një shkollë ta zhvillojmë nga një aktivitet së bashku me shkollat partnere. Art në pandemi ishte tema që nxënësit u përpjekën të derdhin kreativitetin e tyre në një botë plot ngjyra. Shkolla jonë Zakaria Rexha kem përzgjedh 3 talent për prezentimin e kaona figurative në kohën e pandemisë, edhe si shpëduket largimin e saj nga daldal, shpresoj që do të reflektojnë pozitivisht përmes shprehjes figurative. Nxënësit ndërkaq shprehin të kënaqur me pjesëmarrjen e tyre me qëllim që ngjarje të tilla të jenë në vazhdimsi, sepse si të tilla edhe sjellin një frymë pozitive dhe të menduarit kritik në mes tyre. Ky aktivitet na shërben shumë për njohjen me njëri tjetrin dhe të shohim aftësitë tona se si jemi në krahasim me nxënësit e tjerë. Theksojmë se është hera e 4 që mbahen aktivitete të kësaj natyre me nxënësit e projektit në fjalë. Në vazhdim të ndjekim grafikën e parashikimit të motit për ditët në vijim. Para se të ndahemi të ndjekim edhe një herë disa nga informacionet kryesore të këtij edicioni. Nuk ka kaluar në kuvend rezoluta për faljen e xhobave të bizneseve të prekura nga situata me COVID-19, pro kësaj rezolute kanë qenë vetëm 22 vota për, 43 kundër dhe asnjë abstenim. Në të gjitha rajonet e Gjakovës pritet që gjatë kësaj fundjave të përfundojnë mbjelljet pranverore, që këto kultura bujqësore të kenë rendiment sa më të mirë, ajo çka kërkohet nga bujqit është të tregojnë kujdes të shtuar. Ditë më parë, qeveria e Kosovës mori vendim për lehtësimin e masave mbrojtëse ndaj COVID-19. E ky vendim ka ndikuar edhe në lehtësimin e punës dhe zhvillimit të provimeve të këtij afati në Universitetin e Gjakovës. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Për më shumë informacione na ndiqni dhe në portalin syri-vizvizion.tv. Mirupafshim.